E thonë mjekët, ja pse duhet të hani sa më shumë qershi. Sipas mendimeve të shumë ekspertëve, qershit janë një ilaç natyral i cili mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të vlerave të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i qershive në mënyrë rutinore në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Qershit ndihmojnë në betejën kundër problemeve kardiovaskulare. Ky frut i kuq për shumë njerëz është ëmbëlsira e preferuar e verës. Zhburimi i pasur me zink, hekur, kalium, mangan dhe bakër. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionit të gjakut. Ka veti të mira antiinflamatore dhe ndihmon kundër infeksioneve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave dhe parandalon komplikacionet. Ai është i mirë edhe kundër problemeve të pajgjumësisë dhe nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj gjatë kësaj stine.